Murat, unë doja të ndalesh në fakt, sepse kam këtë gjë e kisha në mend që kur po flisje për celularët, për kontrollin e celularëve të fëmijëve etj. Tashmë me atë çfarë ata mund të shohin, mund të jenë edhe shumë të qetë duke parë art edhe muzikë edhe këngë të bukura, pse jo, por ndërkohë jemi në vazhdim në Eurovisionit. Aktualisht, jemi në ditët e Eurovisionit. Thonë një fjalë të bukur nga këta fetarët që shejtani kur do me ta prish mendjen ta zbukurot keqen. Okej. Pra ti thua që kjo vazhda e Eurovisionit tashmë siç e dim dhe ne, dhe siç e kisha për Eurovisionin, po kisha për këto. Po edhe në vazhdën e kësaj që jemi duke folur që Eurovisioni tashmë dihet që ka dhe këto praktikat edhe le të themi influencat e të gjithë lobeve LGBTQ+ etj. Tashmë në momentin që kemi parë edhe natën e parë dhe do jemi edhe në vazhdim se duke parë se çfarë do të ndodhë në Eurovision. Një fëmijë nëse e sheh, nëse e sheh dhe sheh edhe trendet e veshjeve, sheh edhe mënyrën se si veprohet, si duhet të reagojë mbase. Shembull që paraqitet i jep. Po flasim për muzikë. Unë vazhdoj të këngull dhe të besoj, se unë atë që them e besoj. Unë nuk them një gjë që nuk e besoj. Që e parë nuk ka pse shef gjëra të tilla, prindi vet e mbyllat histori. Por dhe nëse e shef rastisht, aksidentalisht, ose dhe prindi për një arsye si tjetër, t'ja shpjegoj si qysh tek. Çfarë po ndodh? Që është e mirë ose s'është e mirë, është e keqe dhe pse është e keqe. Unë besoj që me njeriu, me fëmin, me të riun, duhet folur, duhet diskutuar, duhet debatuar, duhet arsyetuar, jo ta urdhërosh që duhet bërë kështu. S'ka që vështirë Murat që ti shpjegosh përse ajo që po shohin në ekran ose kanë parë diku tjetër është një qenie që është me mjekër, me buzë të lyera, me qerpik të vënd dhe me fustan. Nipi im Harvi, që është 6 vjeç, sot ka budallej, unë nuk i shoh. Nipi im thotë budallej, unë nuk shoh budalliqe. Kush e dëgjon pastaj ka kritikat e veta. Ajo që unë në fakt Murat doja të thoja, edhe si parantezë të pyetjes, duket sikur në Shqipëri, flasim për vendin tonë, kaq i vogël me kaq shumë probleme, që është normalizuar çështja e divorcit, e çifteve me marrëdhënie paralele, e familjeve që secili zgjedh çfarë bëj çfarë do sepse dashuria mbaroi. Pra, me sa duket, nuk është vetëm problemi që është familja, është shkolla. Është ajo që thash në fillim. Familja që në fund viteve 60 psoi tronditjet e para. Revolucioni famshëm seksual që ndodhi. Duhen ekspert, nuk jam unë ai që mund ta shpjegoj me hollësi. Unë di diçka. Me ç'kam dëgjuar, ç'kam lexuar, di diçka. Është shumë e rëndësishme ashtu. Familja u trondit nuk mund të ishte më familja tradicionale sepse njerëzit kërkojnë të eksplorojnë, eksperimentojnë. Unë vazhdoj të them prap, atë që thash parë për shejtanin, po e them prap. Mos trokit shpesh në portën e djallit, se do të hap një ditë do të marr brenda. E të mbyll derën pastaj të marr brenda aty. Këta kërkojnë të hulumtojnë trokasin ke porta atit. Unë nuk shkoj te porta e shejtanit, të këtu ku jam rahat. Këta që kërkojnë të eksperimentojnë dhe të hulumtojnë dhe të fitojnë eksperienca të reja, dihet pak a shumë fundi i tyre. Po të marrë statistikat, shikon, kanë vetvrasje shumë, kanë probleme tjera. Rritet numri divorceve. Është zgjedhja e tyre. Divorci është zgjedhja e tyre për sigurisht. Por e kemi çuar në terma të normalitetit. Dhe është liria e tyre. Ajo po ndodh në gjithë botën. Është liria e tyre. Sepse nuk ndjehen rahat me një partner. Më vjen për të qeshur se në kohën time ne kemi quajtur dashuri, sot e quajnë lidhje. Po lidhja ka një problem, lidhja zgjidhet. Sa do nyje gongje zgjidhet kollaj. Dashuria është më e fortë se lidhet me hallka zinxhire që nuk hapen kollaj. Kështu që lidhje zgjidhje ndryshojnë shumë edhe në koncept, në etimologjinë e fjalës. Po, shumë e drejtë. Unë besoj, vazhdoj të besoj, këto që besoj. Përveç edukimit dhe shkollës, rikthimin në besimin fetar, besimin Zot. Është i rëndësishëm. Besimi në Zot është shumë i rëndësishëm për qetësinë psikologjike të njeriu dhe të njeriu kryesisht, po dhe në besimin diçka, në shpresën diçka.